Gjatë një takimi ditën e djeshme, Edi Rama ka lënë të kuptohet se mund të mos jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Iris Luarasi sqaroi se nuk kishte interes për postën e drejtoreshës së RTS-s, duke theksuar se paga prej 2 milion lekësh të vjetra nuk do të mbulonte shpenzimet e saj familjare. Një aksident i rëndë ka ndodhur në autostradën Lezhë-Shkodër ku një kamion përplasti një motor duke shkaktuar vdekjen e drejtuesit të motomjetit. Donald Trump ka minimizuar kërcënimet për ndryshimet klimatike duke theksuar se armët bërthamore janë kërcënim më i madh për botën. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV. Edi Rama ka lënë të nënkuptohet se mund të mos jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit, duke krijuar dyshime mbi të ardhmen e tij politike dhe mundësinë që Belinda Balluku të jetë pasuesja e tij në kryeministri. Edi Rama hodhi dje një re misteri mbi fatin e tij politik. Ai deklaroi se mund të mos jetë në listën e deputetëve në zgjedhjen e vitit 2025, duke e përshkruar veten si një deputet i të gjithëve dhe duke këmbgulur se nuk do të zërvendin askujt. Mund të mos jem fare në listë, tha kryeministri, duke shpjeguar se nuk do që të çorientoj njerëzit në një garë që nuk e konsideron të nevojshme për veten. Një deklaratë fisnike, padyshim, por mes rreshtave lind pyetja e pashmangshme: nëse Rama s'do të jetë në listë, mos vallë s'do të jetë më as në zyrën e kryeministrit? Dhe nëse ai lë bosh karriken, a mos po shtron rrugën për dikë tjetër? Nëse ai vend lihet bosh, kush do të ulet në të? Në politik boshllëqet nuk ekzistojnë, dhe nëse kryeministri ka nisur të shohë horizontin përtej karrikes së tij, a është koha që dikush tjetër të shohë atë karrike nga afër? Zëvendës kryeministre Belinda Balluku, e pranishme gjithmonë në krah të Ramës, shpesh e përshkruar si e preferuara e tij në qeveri, a mund të jetë ajo që do të zëvendësojë atë në zyrën më të rëndësishme të vendit? Rama, me stilin e tij të njohur të lënit pezull, nuk e tha qartë nëse po përgatitet për një dalje nga skena apo thjesht për një rikonceptim të rolit të tij. Por një gjë është e sigurt, nëse ai nuk e shet të nevojshme të jetë deputet, a mos po përgatitet për një tjetër skenar ku edhe karrika e kryeministrit do të ketë një emër të ri. Nëse po, Belinda Balluku mund të jetë më afër se kurrë. Thjesht duhet të presë që dikush ta thotë me zë të lartë, dhe ai dikush, si gjithmonë, është vetë Edi Rama. Iris Luarasi sqaroi se nuk ishte interes për postën e drejtoreshës së RTS-s, duke theksuar se paga prej 2 milion lekësh të vjetra nuk do të mbulonte shpenzimet e saj familjare. Megjithatë, të dhënat financiare tregojnë një burim të konsiderueshëm të ardhurash nga angazhime të tjera. Iris Luarasi sqaroi publikisht se nuk kishte interes për postën e drejtoreshës së RTS-s, pasi paga prej 2 milion lekësh të vjetra nuk do t'i mbulonte dot shpenzimet familjare, përfshirë shkollimin e fëmijëve jashtë vendit. Një shembull është fakti që nëse do të bëhesha drejtoreshe RTS-s, nuk do të kisha më mundësi të mbaja fëmijët në shkolla jashtë, do të duhet i sillja në Shqipëri. Nuk doja kisha dalë dot me rrogën e RTS-s, deklaroi ajo. Por përballë kësaj deklarate, të dhënat financiare hedhin dritë mbi një realitet tjetër. Iris Luarasi është prej shumë vitesh pedagoge në degën e gazetarisë në Universitetin e Tiranës, me një pagë prej rreth 1.3 milion lekësh të vjetra. Gjithashtu prej vitesh ka administruar Radio Ime, një element lokal i cili nuk duket se i ka sjellë fitime. Burimi kryesor i të ardhurave të saj është angazhimi si drejtore ekzekutive në organizatën jo qeveritare Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza, e cila duket se është arsyeja kryesore që zonja Luarasi nuk preferon pagën e drejtorit të radio-televizionit publik. Referuar të dhënave të listës së pagave të publikuara më herët në media, paga mujore e Iris Luarasit është rreth 3.2 milion lekë të vjetra. Sipas të dhënave nga faqja zyrtare e Agjencisë së Ndihmës së Huaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, organizata Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza, e drejtuar nga Iris Luarasi, ka përfituar mbi $300.000 nga USAID gjatë periudhës 2022-2023. Një pjesë e kësaj shumë është marrë direkt nga organizata, ndërsa pjesa tjetër është siguruar përmes koalicioneve të krijuara ndërmjet organizatave të ndryshme për mbrojtjen gjinore në Shqipëri. Gjithashtu, sipas të dhënave të spendingdata.al, organizata ka marrë rreth $140.000 nga fondet publike në vitet e fundit, kryesisht në formën e mbështetjes për shoqërinë civile, bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 110 datë 6/3/2019. Në vitin fiskal 2022, Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza mori $50.000 nga USAID për projektin e ndërtimit të qëndrueshmërisë së komunitetit në rrezik, i cili përfundoi në prill të vitit 2023. Gjithashtu në të njëjtën periudhë, linja e drejtuar nga Luarasi ka përfituar edhe një fond tjetër me shumën e €53.000
në kuadër të projektit Reintegrimi dhe Rehabilitimi të burgosurve të radikalizuar. Në vitin 2022, Qendra e Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza ishte një nga përfitueset e projektit Fuqizimi Ekonomik i Grave nëpërmjet vlerave të ndjeshme gjinore, për të cilën USAID lëvroi $278,000 në favor të qendrës së Aleancës Gjinore për Zhvillim. Një aksident i rënd ka ndodhur ditën e djeshme në autostradën Lezhë-Shkodër ku një kamion përplasi një motor duke shkaktuar vdekjen e drejtuesit të motomjetit, 51 vjeçarit Arben Tanushi, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në autostradën Lezhë-Shkodër. Raportohet se një kamion është përplasur me një motor duke shkaktuar vdekjen e drejtuesit të motomjetit. Drejtuesi i motorit ndroi jetën në spital pasi nuk mundi dot të mbijetonte plagëve të marra. Ngjarja ka ndodhur në afërsitë të kryqëzimit të Dajçit, ndërkohë që viktima është identifikuar si 51 vjeçari Arben Tanushi. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të ngjarjes. Njoftimi parapraki policisë. Rreth orës 20:50 minuta, në aksin rrugor Lezhë-Mabe në zonën e Dajçit, një automjet tip kamioni drejtuar nga shtetasi KZ 28 vjeç është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin AT 51 vjeç. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motomjetit ka ndërruar jetë në spital. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të shkakut të aksidentit, ndërsa drejtuesi i kamionit është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale. Adrian dhe John Fenton u gjobitën për dështim në kontrollin e mjetit për emigrant ilegal pasi zbuluan një emigrant të fshehur në karrocerinë e rrugëllotës së tyre pas kthimit nga pushimet në Francë, edhe pse ata thonë se nuk kishin pasur asnjë ide për praninë e tij. Kjo do të ishte gjëja e fundit që u shkonte në mendje kur mbërritën në shtëpi në Angli nga pushimet në Francë. Adrian dhe John Fenton zbuluan një emigrant ilegal që ishte fshehur në karrocerinë e rrugëllotës së tyre. Zoti Fenton me bashkëshorten e tij lajmëruan policinë, e cila mori emigrantin dhe më pas thirrri në intervistë çiftin për rrethanat e ngjarjes. Ata menduan se këtu do të merrte fund gjithçka, por përveç të lashit të emigrantit, autoritetet menduan të shfrytëzojnë rastin për të gjobitur çiftin me motivacionin dështim në kontrollin e mjetit për emigrant ilegal. Zonja Fenton e quante gjobën e fundit të vitit që shkoi shumë të padrejtë, duke thënë në një program televiziv: "Jam shumë e zemëruar sepse ne nuk kemi asnjë faj. Në Francë klandestinët janë kudo, nuk mund të kontrollosh të gjitha automjetet sa herë del prej ti." Çifti Fenton tha se nuk e kishin iden se si apo kur emigranti kishte hyrë në mjetin e tyre, i cili nuk ishte zbuluar as nga zyrtarët kufitar francez dhe as nga ata britanik në portin Dover. Zonja Fenton tha se me bashkëshortin po përgatisnin apelin ndaj gjobës së padrejtë. Njerëz të lishëm si unë dhe im shoq që bëjnë gjën e duhur sipas rregullave, gjobiten me logjika absurde që nxisin emigracionin e palishëm. Ku është justifikimi për këtë? Ndërsa zyrtarët e ministrisë thanë se gjoba ndaj qytetarëve të tyre shënjestron neglizhencën dhe kriminalitetin, edhe pse qindra refugjat ilegal vijojnë të hyjnë në Angli me gomone nga Franca. Ka disa shoferë që përfshihen me ndërgjegje në grafikun e emigrantëve, prandaj ligjet e reja janë miratuar për çështjen e 13 shkurtit 2023. Tha ministria e brendshme angleze sipas Daily Mail. Donald Trump ka minimizuar kërcënimin nga ndryshimet klimatike duke theksuar se armët bërthamore janë kërcënimi më i madh për botën dhe ka propozuar rinisjen e bisedimeve me Rusinë dhe Kinën për reduktimin e arsenaleve të tyre. Presidenti amerikan Donald Trump ka minimizuar kërcënimin për ndryshimet klimatike duke thënë se rreziku më i madh për njerëzimin vjen nga armët bërthamore të fuqive të mëdha. Në një intervistë për Fox News, Trump foli për arsenalet bërthamore dhe miliardet e shpenzuara për mirëmbajtjen e tyre, duke quajtur përbindësha të mëdhenj që mund të sjellin fundin e botës. Armët bërthamore janë një kërcënim i madh. Kam parë Biden të thotë për vite me radhë se kërcënimi ekzistencial vjen nga klima. Unë them jo, kërcënimi më i madh është i ulur në rafte në vende të ndryshme dhe quhet armë bërthamore. To janë përbindësha të mëdhenj që mund të shkatrojnë gjithçka për kilometra të tërë, tha Trump. Ai shtoi se SBA dhe Rusia kanë arsenalet më të mëdha bërthamore, por Kina mund të arrijë në të njëjtin nivel brenda dekadës. Pavarësisht paralajmërimeve të tij për fuqinë shkatëruese të armëve bërthamore, Trump tha se synon të rinisë bisedimet me Rusinë dhe Kinën për të reduktuar arsenalet e tyre. Ai sugjeroi se vendet duhet të shkurtojnë buxhetet ushtarake dhe të ndalojnë ndërtimin e armëve të reja, pasi arsenalet aktuale janë të mjaftueshme për të shkatëruar botën 10 herë. Një nga takimet e para që dua të kem është me presidentin Xi të Kinës dhe presidentin Putin të Rusisë,
Dua të them, le të përgjysmojmë buxhetet tona ushtarake dhe besoj se mund të arrijmë këtë, deklaroi ai. Ndërkohë Trump paralajmëroi Iranin se nëse nuk hyn në negociata me SBA-n për çështjen bërthamore, mund të përballet me ndërhyrje ushtarake. Ai tha se i ka dërguar një letër liderit suprem të Iranit, duke paralajmëruar se refuzimi i bisedimeve mund të çojë në ndërhyrje të dhunshme nga SBA. Aktualisht Rusia ka arsenalin më të madh bërthamor në botë, me mbi 5500 koka bërthamore, ndërsa SBA renditet e dyta me 5044 të vendosura brenda vendit dhe në 5 vende aleate: Turqi, Itali, Belgjik, Gjermani dhe Holland. Në vitin 2017 vjen një çun qytetar tursi me familjarët e vet, me nënën, me këto, edhe hiqe si çuni urt, kështu thotë, e du këto 2 muaj ne. Po si më marrin thash 2 muaj, se kjo ka 10 vjet që marrin me qira sezonale. E merr me qira këtë 2 muaj dhe fillon punë nga maj, në maj e ipsha unë deri në shtator, se s'kishte punë më shumë, aq ishte Bregdeti. E merr në 2017 i boj një kontratë dore, siç e bësha gjithmonë me shkrim dore, me letër, 1 vjeçare, ja jap me një maj ose 1 prill siç ishte koha dhe dorëzon shtator. Edhe kundrejt 2 mjerëve ja jepsha vit për vit të tjerëve, po ashtu edhe këtë vit me këtë. Zotëria e merr në dorëzim këtë truall 150 metra truall në certifikat. E merr këtë dhe unë nisem në Itali pra familjes time në punët e mia. Zotëria me 14 shtator të 2017-s e pezullon këtë licencë, dhe shpall falimentin në drejtorinë tatimore, ku në shkurt të 2018-s, që është afati fundit i dorëzimit deklaratës fitimit thjeshtuar të munguar, siç dorëzojnë çdo licencë për vitin 2017, është afati fundit shkurti i vitit pasardhës, i 2018-s, dhe çon një deklarat me fitimin 0 dhe 400.000 lek xhiro. Tashti dhe këto 400.000 lek xhiro nuk figurojnë me kuponat tatimor me kështu, por ai e çon kaq atje në drejtorinë tatimore të Durrësit. Dhe në 2018 shkoj unë me marrë me jadhan me qëra tjerve. Jo, thotë, kam një kontratë unë 2 vjeçare me ty. Çfarë kontrate keti? Se unë s'kam bë kontratë me ty dhe qit këtë kontratën fotokopje. I them, kjo është një fotokopje që ti ke falsifikuar gjitha gjërat dhe nuk ka vlerë fotokopje, sepse është ligji që gjykatat janë urdhëruar dhe sekretarët e gjykatave janë urdhëruar që asnjë dokument fotokopje i pa notarizuar mos të qarkullojnë nëpër zyra. Ky është ligj për gjithë botën, jo vetëm për Shqipërinë. Kjo eksperte nga Tirana, eksperte pranë gjykatës administrative Tiranë, shoqe dhe kolege me gruan e gjyqtarit Markelian Koça, që është gjyqtare po në gjykatën administrative Tiranë, ku kjo eksperte bërë një veprim si vrasëse me pagesë e paguar, si eksperte e familjes këtyre, bën një ndryshim të deklaratës ku deklaron 16 milion xhiro për 2 muaj dhe 5 milion fitim për këto 2 muaj. Problemi është këtu, motër. Tentuan me vjell pronën, me boj margin si kur nga objekt që ta legalizojnë. Pasi e panë që unë kisha me certifikat rregullt me gjitha, filluan varianti që na ke prish kontratën. Janë mjeshtrat të mashtrimit 7 vjet që shpirti im e di, nuk jam lodh as në punë në Itali ndërtim, kaq sa jam lodh këtë 7 vjet, me këtë grup të strukturuar kriminal, njësoj si vrasësit me pagesë. Nuk kanë asnjë ndryshim, motër, nga ato 2 humanat, nga ato që kanë marrë. Asnjë, këto janë vesh me robe, janë me potencë, janë si zotri, si gjitha, dhe këto të vrasin me një heshtje si ato filmat amerikanë, si ato killerat që të vrasin duke qesh.
Dakord, motor? Zonja dhe zotërin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.